Të nderuar shikues, në mbrëmje do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Një tjetër anije italiane me 27 emigrantë bëri në portin e Shëngjinit, refugjatët vendosen në qendrën e Gjadrit deri në përfundimin e procedurave. Arrestohet një 44 vjeçar në Belgjik në kuadër të operacionit Ura. Ai kishte rol kyç në trafikun e drogës lidh te grupet shqiptare me ato italiane. Administrata tatimore do të hetojë makinat luksoze që janë në pronësi të personave të paregjistruar, verifikim të ardhurave personale. Një anije ushtarake italiane solli në portin e Shëngjinit mëngjesin e kësaj mërkure një grup tjetër emigrantësh. Ata u vendosën në kampin e Gjadrit, ku do të presin vijimin e procedurave. Autoritetet e vendit fshinj synojnë krijimin e 27 refugjatëve në shtetet e origjinës. Një grup tjetër emigrantësh të cilëve ju është refuzuar azili në Itali kanë mbërritur në Shqipëri. Ania Spica e marinës ushtarake italiane u nis mëngjesin e së martës nga porti i Brindizit dhe mbërriti në Shëngjin duke transportuar 27 emigrant në bord. Pas mbërritjes në Shqipëri, emigrantët u transferuan drejt kampit të Gjadrit, ku janë vendosur konform rregullave dhe protokolleve të përcaktuara. Ky është kontingjenti i tretë i emigrantëve që mbërrin në territorin shqiptar, si pjesë të dekretit të ri të qeverisë italiane, të cilët do të qëndrojnë në Gjadër deri në deportimin në vendet e tyre të origjinës, me një afat maksimal që nuk kalon 18 muaj. Fillimisht kampi i Gjadrit ishte projektuar si një qendër pritjeje për azil kërkuesit e shpëtuar në det për një periudhë deri në 28 ditë, por me dekretin e ri të qeverisë italiane të drejtuar nga Giorgia Meloni, funksioni i kësaj qendre është zgjeruar. Tashmë ajo do të shërbejë dhe si qendër ndalimi për emigrantët të cilëve u është refuzuar kërkesa për azil dhe pritet të deportohen. Ndërkohë, në ditët në vijim pritet vendimi i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë lidhur me apelimin e paraqitur nga Gjykata e Romës. Kjo e fundit ka vënë në pikpyetje legjitimitetin e arrestimeve të emigrantëve të shpëtuar në Mesdhe dhe të transferuar më pas në Shqipëri, veçanërisht për rastet që vijnë nga vende që Italia e cilëson si të sigurta si Egjipti dhe Bangladeshi. Një tjetër eksponent i organizatave kriminale të goditura nga operacioni Ura ka përfunduar në pranga. Bëhet fjalë për një 44 vjeçar të arrestuar në Belgjik, i cili ka qenë ndërmjetës kryesor për grupet kriminale shqiptare të drogës dhe atyre italiane. Autoritetet në Belgjik kanë arrestuar një 44 vjeçar i identifikuar si Gertina Liu. Ky i fundit ishte në kërkim në kuadër të operacionit Ura, i cili goditi disa grupe të fuqishme kriminale që operonin në trafikun ndërkombëtar të drogës nga Amerika Latine drejt Europës dhe Ballkanit. Aliu dyshohet si një nga antarët kyç të grupit kriminal me bazë në Durrës, që drejtohej nga Adi Çoba dhe Ervis Doçi, ky i fundit i njohur si Visi i Pojës. Arrestimi 44 vjeçarit është bërë pas një urdhër arresti ndërkombëtar lëshuar nga prokuroria e Barit, e cila e akuzon për veprën penale trafikim i lëndëve narkotike kryer në kuadër të organizatës kriminale. Ndërkohë, pritet ekstradimi i tij drejt Italisë. Në dosjen hetimore të operacionit Ura, emri Gertina Liut del si ndërmjetës mes grupit shqiptar dhe atij italian, duke luajtur rol kyç në rrjetin e trafikut të drogës mes dy vendeve. Operacioni, i cili ushtri kryesisht në Itali dhe Shqipëri, kulmoi me firmosjen e 52 masave të sigurisë, 29 prej të cilave nga gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar. Në total u goditen antarët e 3 grupeve kriminale, një me bazë në Durrës dhe 2 të tjerë në Itali. Prokurori i SPAK, Vladimir Mara, tha se organizata kriminale kishte një strukturë të mirë organizuar me 3 nëndarje funksionale, ku secila kishte rolin e saj në zinxhirin kriminal që përfshinte trafikun e lëndëve narkotike, shpërndarjen dhe pastrimin e parave. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Breshaj do të gjykohet i vetëm për dosjen e sterilizimit, kjo pasi ai nuk kërkoi gjykim të shkurtuar si të bashkëpandeurit e tjerë, por do t'i nënshtrohet gjykimit të zakonshëm. Togave të zeza, Breshaj ju tha: pa një formulim të saktë të akuzës, nuk mund të përgjigjem në 3 krerë të ndryshëm, na kanë vënë nene të ndryshme të kodit penal. Ne jemi bërë si autoshkollë. Unë nuk bëj dot mbrojtje efektive pa një akuzë të shkruar, ka thënë një zyrtar i cili pretendon se nuk është i qartë për veprën penale për të cilën akuzohet. Mirë po SPAK ju përgjigj duke i qartësuar ndryshimin që nga shpërdorimit e tyre ai tashmë akuzohet për grup kriminal, fakt ky i bëri ditur që më herët.
Katër zyrtarë të Bashkisë së Tiranës, pjesë e dosjes 5D, u dënuan nga gjykata në akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Ata përfituan nga gjykimi i shkurtuar dhe tashmë duhet punojnë në shërbim të komunitetit. Shpallën fajtor 4 të pandehur për dosjen 5D, por asnjë prej tyre nuk do ta vuajë dënimin në qeli. Drejtoresha e klubit shumë sportësh Debora Keqi, në bashkëpunim me 3 anëtar të vlerësimit të ofertave, Teuta Guri, Jetjon Mera dhe Renaldo Gjerazi, u dënuan me shërbim prove për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera. Të parës, Debora Keqit, gjykata speciale i pezulloi dënimin me 1 vit burg, që i ulej në 8 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar dhe përfundimisht e vendosi në provë për 16 muaj, ndërsa i ndalon ushtrimin e funksioneve publike për 5 vjet. Ndërsa të 3 anëtarët e tjerë u dënuan secili me nga 9 muaj burg, që me 1/3 u shkoi në 6 muaj. Përfundimisht ata do të kryen 60 orë punë në interes publik. Sipas prokurorisë së posaçme, ata krijuan kushte dhe privilegjuan kompaninë 5D në mënyrë që të shpallej fituese në një procedurë prokurimi publik. Kjo nënkupton që tenderi i rikonstruksionit të një palestre në 2020 ishte caktuar përpara se të nënshtrohej garës, ndaj sot të 4 të pandehurit u dënuan pikërisht për shkeljen e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Mirëpo, ky vendim i përket njërit nga fraksionet e dosjes 5D. Për po të njëjtën çështje kanë përfunduar në qeli ish drejtorët e Bashkisë së Tiranës, Mariglen Qato, Redimolla e Taulan Tusha. Për ta dosja po gjykohet veçmas. Kjo edhe për shkak të akuzave të ndryshme që rëndojnë mbi ta. Aktualisht, për ish drejtorët ka nisur gjykimi, ndërsa pak ditë më parë, gjykata e posaçme urrëzoi kërkesat për gjykim të shkurtuar. Vepra penale për të cilën ata po gjykohen është shpërdorimi i detyrës në bashkëpunim, pasi sipas SPAK, ata përdorën postin që fituese të dilte kompania 5D në 13 tendera të ndryshëm, për të cilën prokuroria e posaçme thotë se pronar faktik kishte vetë ata. Deputetët do të rikthehen të njëjtën në parlament për të vijuar punën për 3 javë për të zëvendësuar më pas nga ligjvënësit e dalë nga zgjedhjet e 11 majit. Në legjislaturën e re do të mungojnë 83 nga deputetët aktual, pjesa më e madhe të cilëve janë nga Partia Socialiste. Nesër i nis punimet parlamenti i dalë nga zgjedhja e vitit 2021, i cili qëndron në detyrë deri në datën 9 shtator. Seanca e sejtës është kryesisht ceremoniale, do të miratohet vetëm kalendari i ligjeve, mbi bazën e të cilit do të punojnë deputetët në 3 javët e ardhshme. Por për shumicën e deputetëve aktual, këto janë seancat e fundit në parlament. 83 deputetë të kësaj legjislature nuk do të ulen më në seancë plenare në muajin shtator, kur të nis punën parlamenti i dalë nga zgjedhjet e 11 majit. Ndryshimi më i fortë ka ndodhur në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, nga i cili 45 deputet nuk do të jenë më pjesë e kuvendit. Mes tyre edhe Pandeli Majko, i cili është i vetmi deputet në Partinë Socialiste që ishte në parlament prej vitit 1992. Partia Demokratike nga ana tjetër vazhdon të ketë politikanë që janë zgjedhur që në vitin 91 në parlamentin e dalë nga zgjedhjet e para pluraliste, kryetari Sali Berisha e Tritan Sheun. Por edhe në Partinë Demokratike gjysma e deputetëve aktual nuk do të jetë më në kuvend në muajin shtator. Por këto janë javët e fundit në parlament edhe për Lulzim Bashën, i cili prej vitit 2005 ishte deputet i Partisë Demokratike, më pas kryetari i partisë më të madhe të opozitës, e në 11 maj të shtoi të siguronte një mandat me koalicionin Euroatlantik. Jashtë kuvendit do të mbeten shtatorë dhe disa kryetarë dhe ish kryetarë partish, përfshi edhe Agron Dukon, i cili vendosi të mos garojë në zgjedhjet e 11 majit për të japur rrugë figurave të reja në partinë e tij. Deputetët që mbështeten Lulzim Bashën apo Engeleta Libeaj në këtë garë elektorale gjithashtu nuk do të jenë më në parlament, pasi nuk arritën të fitojnë në 11 maj. Kryetari i Partisë Socialdemokrate Tom Doshi do të rikthehet në shtator në parlament së bashku me 2 deputetët që fitoi kjo parti. Por për 3 deputetët aktual të PSD-s, këto janë javët e fundit në kuvend. Edhe pse ky kuvend e ka mandatin deri në muajin shtator, sipas kushtetutës pas datës 10 korrik, deputetët nuk mund të miratojnë më asnjë ligj, e de facto parlamenti i ka mbyllur punimet. Deklarata e Shtetit Bashkuara të Amerikës për zgjedhjet sipas Berishës nuk ishte një mbështetje për Edi Ramën, ndërkohë kreu demokrat Tace SBA uroi vetëm popullin shqiptar dhe kjo vjen edhe për shkak të denoncimit që opozita po bën për krime zgjedhore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi qëndrimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjedhjet e 11 majit, duke vënë dukje se nuk pati asnjë urim për Edi Ramën si fitues i zgjedhjeve. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha deklaroi se nëse krahasohen qëndrimi i SBA-s sot me deklaratën pas zgjedhjeve të vitit 2021, diferenca është e qartë. Urohen shqiptar, nuk mohohet as nuk pohohet farsa.
Sigurisht, prit, këtu ka një gjë, ja u thamu ju. Ne që denoncojmë, çdo ditë njehen me prova të reja, fakte të reja, ne vetë, sepse nuk mund t'i analizosh ti të gjitha në një kohë. Dhe po i marrim dhe po ja u paraqesim. Berisha përsëritit se Partia Demokratike do të vazhdojë të bëjë gjithçka për të treguar të vërtetën për zgjedhjen e 11 majit. E ndërsa ka nisur procesi ankimor, Berisha artikuloi akuza ndaj KQZ-s se nuk po zbaton ligjin, duke sulmuar edhe ish bashkëpunëtorin e tij, ish zëvendës kryeministrin e PD-s Ilir Usmajli, që sot është antar i Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve. Paralajmëroj Irian Selibashi të dorëzoj çdo dokument që kërkohet në përputhje me ligjin dhe të hedh poshtë qëndrimin e turpshëm për mercenari të Ilir Usmajlit, një figurë e zhveshur nga çdo lloj norme dhe standardi njerëzor. Një shërbëtor pas një parim që ka votuar djetë mos u japin proces verbalet e qendrave të votimit kandidatëve apo Partisë Demokratike për Kuksin. Me nisjen e procesit ankimor, Partia Demokratike ka kërkuar në KQZ shpalljen të pavlefshme të zgjedhjeve në të 12 qarqet e vendit. Administrata tatimore do të verifikojë të gjitha makinat luksoze në pronësi të personave që nuk paguajnë taksa, bëhet fjalë për shtetas që nuk kanë plotësuar as deklaratën vjetore të ardhurave. Të gjitha makinat e luksit që qarkullojnë në vend do të jenë objekti i hetimit nga administrata tatimore. Ky hetim lidhet me faktin se pronarët e tyre rezultojnë të jenë individ të paregjistruar në organet tatimore. Administrata njofton se tashmë ka një sistem të ri tatimor, i cili ofron informacion në kohë reale për tatim paguesit që kanë një mjet të tillë. Ky njoftim vjen pas marrëveshjes së realizuar dhe me Drejtorinë e Transportit Rrugor. Hetimi nënkupton një proces verifikimi të ardhurave të individit, pasuritë e deklaruara si dhe burimin e pasurisë së tij. Sipas të dhënave në vitin e fundit janë rreth 400 mjet e luksit të cilat janë në tregun vendas, por individët që i posedojnë nuk janë të deklaruar në tatime, madje as nuk plotësojnë deklaratën vjetore të ardhurave. Një mjet luksi konsiderohet ai me një vlerë mbi 50.000 euro. Administrata tatimore bën thirrje që individët të zbatojnë ligjet në fuqi, pasi në të kundërt do të vendos masa të sigurimit mbi mjetet dhe do të zbatojë procedurat e mbledhjes me forcë. Gjithashtu, tatimet bëjnë apel që individët të mos tjetërsojnë pasuritë e tyre për të shmangur këto detyrime. Shqipëria do të mbështetet me 900 milion euro të dhënat nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Kjo shumë do të financojë reforma të ndryshme e kryesisht ato që lidhen me kalimin drejt ekonomisë së gjelbër. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim do të mbështesë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian duke financuar sektor kyç të ekonomisë. Drejtuesja e Bergjet për Shqipërinë, Ekaterina Solovova, tha se bordi i bankës do të ofrojë një financim prej 900 milion euro për Shqipërinë. Sipas saj, investimet në kapitalin njerëzor janë të rëndësishme për integrimin dhe për të bërë sipërmarrjet më konkurruese. Bordi ynë miratoi strategjinë për Shqipërinë me 900 milion euro financime dhe synon të mbështesë vendin në rrugën drejt BE-s për një periudhë 5 vjeçare. Prioriteti i parë i strategjisë tonë është kalimi drejt ekonomisë së gjelbërt. Në fokus do të kemi edhe mbështetjen e bizneseve që ata të jenë gati për të përballuar konkurrencën në tregun evropian. Ndaj në këtë drejtim kapitali njerëzor është shumë i rëndësishëm. Kreu i Bankës së Shqipërisë Genti Seiko tha se reformat e ndërmarra deri më tani janë të pamjaftueshme, pasi procesi i integrimit kërkon politika të reja. Këto reforma kanë qenë dhe mbeten thelbësore, por sot nuk janë më të mjaftueshme. Sot përballemi me një realitet global krejtësisht të ndryshëm. Tensionet gjeopolitike kanë shkaktuar një rritje prej 30% në kostot e zinxhirëve të prodhimit, të furnizimit që nga viti 2020. Fragmentimi tregtar ka reduktuar fluksin e tregtisë globale me 5.4% në vitin 2023, sipas Organizatës Botërore të Tregtisë. Këto deklarata u bën gjatë prezantimit të raportit të Bergj lidhur me politikat industriale.
Një bombull gazi ka marrë flak mëngjesin e kësaj të mërkurë në një apartament në katin e 3 të një pallati në Fier. E zonja e shtëpisë në përpjekje për të shuar zjarrin ka marrë dëmtime në fytyrë, ndërkohë flakët janë përhapur me shpejtësi duke alarmuar banorët. Pas njoftimit të 2 mjete zjarrfikse, ambulanca dhe policia kanë shkuar në vendin e ngjarjes, ndërkohë zjarrfikësit kanë hyrë në apartament nga dritaret, ndërsa banorët e pallatit janë evakuuar deri në normalizimin e situatës. Këtu kemi përfunduar, një falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.